Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet janë vetëm për Allahun, Zotin e gjithësisë, dhe salavatet e selamet mbi të dërguarin e mbar njerëzisë, Muhammedin alayhis salam, në ditën e bukur të Xuma, të datës 29 maj 2026 apo 12 Dhul Hijje 1447 Hijri. Ashtu, sikurse kur vjen Ramazani dhe shumë prej muslimanëve i kthehen rrugës së Allahut më me përpikëri, po kështu po shfrytëzoj rastin që në këtë ditë sa të bukura, as dhe të vlefshme të Bajramit, të përcjell një ngjarje e cila me do e mos duhet të jetë nxitse për të gjithë ata që janë të pavendosur në rrugën drejt kënaqësisë së Allahut, e t'i kthehen më me sinqeritet dhe këmbgulje, e jo me sezonllëk. Tregimin e përcjell njëra prej 3 motrave të cilat kishin edhe një vëlla. Kjo motra dhe vëllai jo që nuk i falnin namazet, por dëgjonin madje edhe këngë, shkonin në ahengje të ndryshme, shikonin filma të pakuptimt dhe vetëm se shetisnin nalt poshtë. Pjesën tjetër të kohës e kalonin duke ngrënë vepir dhe në gjumë, larg nga feja e Allahut. Kënaqja dhe plotësimi i jepsheve ishin prioriteti kryesor i tyre. Babai dhe nëna e tyre ishin të zanë me punë, kështu që të 4 fëmijët pjesën më të madhe të kohës e kalonin pa prindër. Ata i kishin brengat e veta, kurse këta të vetat. Kush vallë do t'ja kujtonte këtyre Allahun? A mos shërptorja e cila ishte më e keqe se ata? Megjithatë, në shtëpinë e tyre, motra më e madhe jetonte si besimtare. Ajo ishte e mrekullueshme. E falte namazin, agjeronte, jepte sadakan nga të hollat e veta e kështu me radhë. Rrobat që ja kishin sjell nga jashtë u kishte dhënë të varfërve dhe nevojtarëve. E donte atë që e do edhe Allahu. Në krahasim me këta 3, ajo ishte e kundërta e tyre. Ajo shpesh luante rolin e së ëmës, u kujtonte namazet, por ata nuk e dëgjonin, përkundrazi e përbuznin. Një ditë shkuan të 4 tek tezja e tyre. Vllai po voziste automobilin, por gjatë gjithë kohës duke vozitur po merrej me rregullimin e muzikës. Derisa ata 3 këndonin, motra e devotshme u tërhiqte vërejtjen që ta heshtnin muzikën. Mirë po askush nuk e dëgjoi. Madje ajo kërkoi edhe që ta zvoglonin shpejtësinë marramendse me të cilën vllau po voziste makinën, por ata prap nuk e dëgjuan. Kështu i ndodhi një ndeshje e komunikacionit. Automobili i u rrotullua disa herë, pasi ishte përplasur me mbrojtësit metalik pranë rrugës. Automobili që shkatruar në tërësi, me mund të madh i nxorën nga ai dhe shpejt i dërguan në spital. Të gjithë patën lëndime të rënda përveç motrës së devotshme. Për të, mjekët thanë madje se është jashtë çdo rreziku për jetën e saj. Mirë po, kur arritën prindërit dhe pyetën për të, mjekët i thanë se ajo fatkeqësisht kishte ndruar jetë. Lotët e tyre nuk kishin të ndalur. Të gjithë vëllezërit, vllaut dhe motrat e kuptuan se pikërisht ata ishin shkaktarët kryesor të vdekjes së saj. Qëndruan gjatë në spital, por pas shërimit, ata të 3 u penduan dhe kërkuan falje tek Allahu subhanahu wa taala. Ju kthyen rrugës së Zotit, por vërejtja ishte e hidhur. Motra e tyre vdiq në moshën 21 vjeçare. Në vazhdim, të gjithë e kryen umren në Ramazan, kurse babai i tyre e kreu haxhin për motrën. Pas kësaj, nëna dhe babai më shumë kohë kalonin me fëmijët, sepse më në fund e kuptuan se pasuria nuk është e gjitha në jetë, por vetëm devotshmëria ndaj Allahut dhe mbështetja tek ai është ibadet i vërtet. Vëllezër dhe motra, kushdo që është prek me këtë rrëfim, le ta motivoj veten të mos presë që rreziqet dhe fatkeqësitë e jetës ta kthejnë në rrugën e Zotit, por ta bëjnë këtë me vullnet, sa më parë edhe nëse e ka mirë, sepse një ditë themi ne çdo gjë mund të jetë vonë. E lutim Allahun xhaleshanuhu
që edhe këtë ditë të mbetura të Bajramit i kalojmë në hari dhe në respekt me njëri tjetrin. Allahu i pranoft qurbanet tona dhe të gjithë sakrificet e adhurimet e këtyre ditëve. Deri në takimin e xumas së radhës, një përshëndetje e veçantë para xhamisë së fshatit Mërkot në komunën e Tivarit. Para këtij shadrvan të bukur edhe këtij ujit i cili na kujton krijimtarinë e Allahut te bareke ve teala, i cili thotë se nga uji kemi krijuar çdo gjë. Esselamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.